Sot kemi kënaqësinë po ashtu të përurojmë librin me titull Për jetimet e mia të autorit Zotri Avdi Luka, i cili aktualisht ndodhet dhe jeton në Suedi. Rreth kësaj vepre do të na flasë recensenti i saj Zotri Hyseni Ibrahimi. Për librin me titull Për jetimet e mia të autorit Zotri Avdi Luka, recensionin e recensentit të librit Zotri Hyseni Ibrahimi do ta lexoj Nirvana Cej dhe pastaj vjen përfaqësues i familjes Uka Qëndrim Uka. Por tani që këtë libër janë më të detajuara, më të qarta, por edhe kujtimet që asnjëherë nuk janë shkruar. Autori ka paraqitur si ngjarje tetë reale të kohës që dëshmojnë një realitet të pakontestueshëm. Pse autori ka hyrë kësaj pune, mund të themi ose konkludojmë se autori, duke qenë një hero i gjallë i çështjes kombëtare, mbrojti pragun e shtëpisë nga kriminali serb më 22 qershor 1991 në Vushtre, e që pushka e tij mori e hunë të madhe në mbar trojet etnike shqiptare dhe në Mërgat, e që ka pasur raste që kësaj pushke t'japet një verzion pak më ndryshe nga realiteti. Autori, me të drejtë, duke qenë trim, por edhe intelektuali hyn punës së krimtarisë për ta zbardhur vërtetën edhe vetëm të vërtetën. Me të drejtë, autori i hyn punës në këtë vepër për të dëshmuar të vërtetën e shumë ngjarjeve dhe për të demantuar çdo formë tjetër e cila ka mundur tuhet apo të shkruhet ndryshe nga e vërteta e cila ka qenë. Mendoj se me këtë vepër, autori Avdi Luka kristalizon ngjarje shumë herë të dhëmshme për kohën, por në të njëjtën kohë janë ngjarje krenarie për vetë autorin në radhë të parë, pastaj për familjen Uka dhe mbar kombin shqiptar. Të gjitha këto përjetime të autorit Avdi Luka, shumica prej tyre për lexuesin janë të panjohura dhe me këtë libër autori sikur dëshmon ato ndodhi që kanë lënë mbresa të paharuara dhe që kanë rëndësinë e tyre, pse jo edhe rëndësi historike. Me admirim, autori flet për babagjyshin e tij, e cili edhe babai i autorit Xhevat Uka ishte burgosur disa herë nga regjimi. Në mesin e shumë temave, autori Avdi Luka, duke qenë tejet i sinqert, ai përmes shkrimeve të tij, si kujtimet veçanta, kujton edhe rastin e Isak Ibrahimit, tani dëshmor i kombit, kur ai me sakrificën e tij në atë kohë nuk ka kursyer për të shërbyer bujkët që ka punuar orën për të siguruar bukën e gojës për familje. Pa derivatet naftës në atë kohë ka qenë e vështirë kurja, shirja dhe bartja e bereqetit deri në humbarin e familjes pa pasur derivatet naftës. Isaku e ka pasur në konsiderat këtë edhe duke qenë punëtor pompën e benzinës, INA, ai u ka shërbyer familjeve që kanë pasur besë të madhe, e njëra ndërto ka qenë edhe vetë familja e Avdi Lukës. Tematikisht, kjo ngjarje nga autori hyn si ngjarje me rëndësi, pasi që autori ka shkruar një libër duke u dedikuar dëshmorëve të kombit Abbas dhe Isak Ibrahimi. Përmëhosisht, i kemi të gjitha në libër. Edhe krejt në fund, dua të them se autori Avdi Luka ka qenë vullnet të jashtëzakonshëm për të krijuar edhe më tej libra të reja. Ndaj i dëshiroj shëndet dhe sukses në krijimtarinë e tij dhe lumturi miku im Avdi Luka, ti ke qenë edhe po dëshmon prova për mbrojtjen e pagun e shtëpisë dhe tani po dëshmon edhe me pend. Faleminderit. Atëherë, përshëndetje për gjithë, sfare, më lejoni sot jam këtu për ndryshe nipi i autorit Avdi Luka, për ndryshe ne në familja i themi, është i pari familjes tonë dhe i themi Bali Avdul dhe do t'i referohem ashtu sepse duke qenë se sot kam përgjegjësinë të jem zëri i autorit, pra Balit Avdul sot këtu, i cili nga Suedia na ka lënë në duar një dëshmi të çmuar të kujtesës tonë përveç librave të tjerë, librin Për jetimet e mia. Më lejoni që në emrin e autorit them të nderuar të pranishëm edhe profesor akademik, dashamir të atdhejut tonë bashkëqytetar. Baca Avdul, Bali Avdul sot nuk është pranesh fizikisht, por sot ajo është këtu me 8 librat e tij të botuara deri më tani. Në radhë të parë, më lejoni që në emër të familjes Uka të shpreh një mirënjohje për autorin sot që po promovojmë edhe veprën e 5 të Hyseni Ibrahimit, për mundësinë e dhënë që në kuadër të këtij organizimi të kemi mundësi
të promovojmë edhe librin e Axhës Avdël, Balet Avdël. Kjo flet shumë për personalitetin e juaj, kjo flet shumë për qiltërsinë, edhe për mbështetjen, edhe për autorët e tjerë. Faleminderit këtu që jeni këtu për respektin ndaj librave të autorit, për të gjitha librave që i ka pasur edhe deri më tani, ashtu siç tha edhe më herët edhe në recensimin e autorit Hysen, për respektin ndaj autorit, ndaj familjes tonë dhe mbi të gjitha ndaj historisë tonë të përbashkët. Ky libër, Përjetimet e mia, nuk është një rrëfim, vetëm një rrëfim personal. Janë rrëfime të autorit, por është një kronike gjallë e një familje shqiptare e cila përmes përjetimeve të saj pasqyron fatin, vuajtjet, sakrificat dhe krenarit të gjithë shqiptarëve ndër dekada. Është një testament i gjallë i qëndresës, i dinjitetit dhe i dashurisë për atë dhejën. Në këtë vepër, autori Bale Avdël na fton të udhtojë në kujtimet e tij, që nga kujtimet për prejardhjen e familjes tonë nga Zasella Mitrovicës, shpërngulja në Vushtre, përpjekjet për arsimim, punën e ndershme, sfidat ekonomike e deri te ngjarjet më të rënda të historisë tonë, persekutimet, burgosjet, grevat, demonstratat, helmimet e nxënësve, lufta për mbijetesë dhe për liri. Në çdo faqe të tij, lexuesi gjen jo vetëm dhimbjen dhe sakrificën, por edhe besimin në Zot, në shpresën, dashurinë për familjen, për punën, për dijen dhe për të ardhmen. Doja me shtu se shembuj të tillë si të Balit Avdël, po dhe të autorit Hysen, edhe shembuj të tjerë nënkuptojnë që atë dhejo mund të duhet edhe nga larg, edhe pse nuk jetojnë kryesisht fizikisht në Kosovë. Por doja mi u drejtu edhe të dashur mërgjimtar se Kosovën ju nuk e lat nga dëshira, Kosovën e lat nga dhimbja dhe nevoja. Kosovën u detyruat me dalë jashtë kur ushtria serbe ju kërkonte, kur ekonomitë familjare shkatroheshin nga pushtuesi serb dhe kur dinjiteti yt ishte në rrezik. Shumë prej jush e morët rrugën për me shpëtu familjen nga dhuna, por sot Kosova është e pavarur, Kosova është e lirë, edhe sot të rinjtë tanë ofrojnë shërbime për kompani më të mëdha ndërkombëtare. Andaj ju ftojmë juve që të ktheheni, të sjellni standarde edhe të frymëzoni familjen tonë, që të kemi të gjitha shtëpitë të mos mbeten pa dritë, edhe çdo fshat të mos jetë pa jetë, edhe çdo orë mos mbetet pa punuar dhe çdo i ri të mos mbetet pa shpresë. Ju ftoj me zemër ta lexoni këtë libër, ta ndani me tjerë, ta harroni si pasuri shpirtërore dhe kombëtare. Le ta mbajmë gjallë kujtesën, jo për të merituar shkumën, sepse është e pamundur, por mos me humb busullën në rrugtimet tona dhe sfidat që do t'i kemi në këtë jetë. Lexojeni me zemër, me kujtesë dhe me shpresë. Le të bëhet një dritar i shkuar tonë dhe një rrëfyes për ardhmen tonë, që brezat e rinj të dinë se nga kemi ardhur dhe ku duhet të shkojmë. Liria jonë rrofsh Kosova dhe rrofshin mërgjimtarët dhe gjithë shqiptarët. Faleminderit edhe një herë. Po, familjen Avdëlukës. Të nderuar pjesëmarrës, ju falenderoj për praninë dhe kontributin tuaj në këtë veprimtari kulturore. Pjesëmarrja juaj dëshmon interesimin e vazhdueshëm për zhvillimin e jetës akademike dhe kulturore në Universitetin Isa Bolytiri në Mitrovicë. Ju inkurajoj që të merrni pjesë edhe në ngjarjet e ardhshme letrore dhe kulturore që organizohen në kuadër të Universitetit të Mitrovicës, me qëllim të promovimit të dijes, letërsisë dhe artit. Ju uroj një ditë të mbarë dhe miru takofshim në aktivitetet e ardhshme. Faleminderit shumë. Kënoj Beledini, këngën nga Kosova, akut ka marrë mëllëlla, për të vatra tona, akut ka marrë mëllëlla, për të vatra tona. Kosova po qanë, ku I kam fëmijët e mi përse kështu në lanë, ku I kam fëmijët e mi përse kështu në lanë.